Nëna e vogëlushit shqiptar që u sulmua për vdekje nga një qen pitbull në Greqi ka treguar se si fëmia e saj humbi jetën brenda pak sekondash. Ema ka thënë se gjithçka ndodhi brenda më pak se 30 sekondave dhe fajsoi zhurmat e gjuetarëve në pyll, fishkëllima dhe të shtëna që friksuan pitbullin. Ajo shpjegoi se qeni ishte shpëtuar nga burri i saj dhe mbahej I lidhur me zinxhir 10 metra në kopsht, pranë pyllit ku po zhvillohej gjuetia. Ajo tregoi se brenda çastit që hyn në shtëpi për të sistemuar pazarin, Leoni doli te qeni dhe gjithçka ndodhi menjëherë. Gjithashtu ema e vogëlushit thotë se nuk kishte shenja rreziku nga pitbulli. Gruaja hodhi poshtë raportet se ajo dhe burri janë akuzuar për vrasje nga pakujdesia. Leoni ishte ëndra e çdo nëne, fëmia më I ëmbël që mund të imagjinoni. Edhe njerëzit që nuk pëlqejnë fëmijët e adhuronin Leonin. Ai ishte I dashur, I veçantë dhe I donte të gjithë, babain, mua dhe familjen. Ai ishte një djalë I vogël I bukur, gjithmonë I qeshur, plot gëzim. Adhuronte kafshët tona, macet, kuajt, qenë dhe pitbulli nuk kishte qenë kur problem deri atë ditë tragjike. Dëgjoi fishkëllima, kishte zhurma armësh. Besoi se kjo e friksoi qenin. E gjetëm të shtrirë në tokë, dukej sikur ishte kafshuar vetëm një herë. Ambulanca e mori Leonin dhe nxituan, por besoi se ishte tepër vonë. Mjekët e konfirmuan vdekjen sapo mbërritëm. Nëse do ta dija, s'do ta kisha lënë kur Leonin të luante me pitbullin. Ai ishte ushqyer, kishte pirë dhe kur s'kishte treguar agresivitet. Kur burri im e gjeti, qeni ishte shumë I dobët, ne e ushqyem dhe e zbutëm. Kemi dhënë deklarata, por policia nuk na ka njoftuar për procedura penale. U shpjeguam se qeni ishte I lidhur dhe I kujdesur. E para që dëgjuam ishte vajza jon që hyri dhe tha, Leonin e ka kafshuar pitbulli. Kur dolëm, Leoni nuk po lëvizte. Ishte vetëm një kafshim, por kur se mendon dot se mund të marrë jetë, tha ema. Tragjedia ndodhi në ishullin grek Zakynthos, ku familja jetonte prej disa vitesh pasi u zhvendos nga Anglia. 2 vjeçari Leon Dulia u sulmua për vdekje pak pasi ishte kthyer nga pazari me nënën dhe babain e tij. Sipas të ëmës së vogëlushit, gjithçka ndodhi brenda më pak se 30 sekondave dhe prindërit e tij fajsojnë zhurmat e gjuetarëve në pyll, fishkëllima dhe të shtëna që friksuan qenin pitbull.